E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak një ngjarje që në fakt ditën e djeshme ka trazuar publikun. Do të thoni çfarë është? Selin Bollati ka qenë ditën e djeshme në qendër të vëmendjes. Ajo ka postuar një fotografi tejet dinjitoze, e kuruar në një mënyrë profesionale, shumë e bukur, e veshur me të zezë, me një shami në kokë të zezë, me gur, më thënë një vajzë tipike artistike, për të surprizuar publiku. Në fakt, fillimet e para na dhanë më njëherë atë ndjesinë që Selina është duke përgatitur diçka. Mos ndoshta është duke bërë ndonjë klip, mos ndoshta është duke bërë ndonjë performancë, çfarë po ndodh me të. Por Selina kishte udhëtuar për të qenë prezente në një nga koncertet më dinjitoze të Kanye West, një nga personazhet, artistët më të mëdhej botror, një skenë gjigande, hypur mbi mbi një improvizim të tokës, ku artisti në fjalë performonte, këndonte, dhe Selina e cila nga afër ndiqte këtë performancë. Pa marrë parasysh gojthënave, pa marrë parasysh paragjykimeve, Selina dhe Gimbo mbetën çifti më i vërtet nga ky Big Brother. Ato po e shijojnë momentin, po kënaqen, po argëtohen, po shëtisin, po i kushtojnë momente të bukura vetes. Lëre për pushimet nuk diskutohet, që do me thënë, pushimet i kanë bërë më pothuajse gati të çdodiçme, por edhe për qetësinë e tyre shpirtërore për të ndjekur koncerte të mëdha. Duke që Gimbo është i dashuruar pafund tek Selina, që mundohet t'ja realizojë të gjitha dëshirat edhe ëndrat Selinës dhe ta bëjë Selin një nga vajzat më të lumtura shqiptare. Dhe këtë gjë Gimbo e ka arritur, do thoni u si e ka arritur Tiron, e ka arritur sepse Gimbo i ka dhënë një përkushtim të madh Selinës. Dhe zakonisht këta që japin përkushtim një femrës, din ta bëjnë një femrën të lumtur, din ta mbështesi një femër dhe din t'i japi një energji shumë të mirë. Selina duke që është shumë e kënaqur, duke që është shumë e përmbushur shpirtërisht, dhe unë besoj që një femër është e lumtur në dashurinë e jetës së saj, në momentin kur ajo është e buzëqeshur në fytyrë. Më duhet të rikthehem edhe një herë tek videoja më hershme, ku thash që lumturia e një njeriu është mimika e fytyrës së tij. Dhe në këtë rast unë shoh një mimik shumë të bukur, në këtë rast unë shoh një mimik fantastike dhe shoh një Selin e cila çdo ditë po kënaqet edhe më shumë nga vëmendja, nga përkushtimi dhe nga dashuria që Gimbo i dhuron Selinës. Do të thënë, di në të gjitha dimensionet ta bëj Selinën të lumtur. Unë i uroj çiftit vetëm të mira dhe shpresoj që të na vinë me surpriza fantastike.